Selamu alaikum të dashur miq, po takohemi bashkë për të sjellë emisionin Kolazhi Javor. Do të sjellim në vazhdim për mbledhjen e përzgjedhur nga emisionet të cilat janë realizuar gjatë javës. Urtësitë dhe porosit e Fudaili Bëniadit u sollën në emisionin Oazë e Urtësisë, ku Hoxh Sedat Islami trajtoi 5 këshilla të tij, duke vënë në pa mësimet që lidhen me sinqeritetin, vetëpërmirësimin dhe afrimin me Zotin. Pyetjet e shikuesve ishin në fokus të emisionit Ky është i dërguari im, ku Hoxhi Nisrama dha sqarime për tema të ndryshme, duke ju përgjigjur interesimit të audiencës. Fudail Bëniadi, Allah mëshiroft, ka thënë kësaj: 5 tipare tregojnë për mjerimin e njeriut. E para, vrarësia e zemrës, e dyta, thatësia e syrit, e treta, turpi i pakt, e katërta, dhënja pas dunjas, dhe e pesta, shpresa e gjatë ose shpresa e rreme, siç në të vërtet edhe nënkupton. Pra, janë këto 5 gjëra që Fudaili, Allahu e mëshiroft, i ka përmendur, i ka veçuar, i ka nënvizuar si gjëra që ndikojnë në vrarësinë shpirtërore të njeriut, ndikojnë në mjerimin e tij, në dëshpërimin e tij, në një gjendje as pak të mirë. Atëherë, çfarë e shkakton vrarësinë? Dietarët musliman si shkak të parë kanë përmendur mëkatet e shumta. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka treguar në një prej haditheve të tij se mëkatet, gjunahet kanë një fuqi errësuese sa i përket dritës së zemrës. Secili mëkat që bën njeriu paraqet një pikë të zezë që vendoset në zemër. Para mendoni, mund të bëj me 10, me 100, e ndoshta Allah na ruajt edhe me mira mëkate. Dhe sa herë që bën një mëkat vetëm, në zemrën e këtij njeriu bëhet një pikë e zezë, e cila ja pamundson zemrës që ta shet dritën e së vërtetës. Prandaj dhe vjen momenti kur zemra dhe vdes, kur ajo mund të rrah, por jo për Allahun te barekuhu ve teala. Thatësia e syrit nënkupton që njeriu, pavarësisht atyre fakteve, atyre dëshmive, atyre provave që ka pranë, që ka në dispozicion, të mos ndikohet, të mos çajë nga frika e Allahut te barekuhu ve teala. Prandaj, sa më e vrasht të jetë zemra, aq më i thatë dhe më i shterur do të jetë edhe syri. Pra, thatësia e syrit është pasojë e vrashtësisë zemrës. Allahu te barekuhu ve teala ka thënë: "Thumma qasat qulubukum, fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Pastaj, pas atyre fakteve të Zotit, zemrat tuaja u ngurtësuan dhe janë sikur se guri apo edhe më të ngurta. Si të marrë vendime të drejta kur gjithçka rreth meje është e paqartë. Fillimisht këtu ka një ndoshta mos pajtim që mund ta kemi me pyetjen, thotë gjithçka është e paqartë. Nuk mund të jetë gjithçka e paqartë. Ka mundësi që diçka është e paqartë e diçka është e qartë. Por nganjëherë ne kësaj pjese të paqartë i japim hapësirë shumë të madhe, dhe pastaj për shkak të kësaj të paqartës e bëjmë edhe që është e qartë paqartë. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë është se varet çfarë vendime don me marr. Sa është serioziteti i këtyre vendimeve? Sa është pasoja e këtyre vendimeve? E shumë tjera që pastaj në bazë edhe të ndërmarrim masë e duhura për ta qartësuar dhe për ta marrë përgjigjen dhe vendimin e duhur. Kurdo që nuk e agjeron Ramazanin me arsye, smundja, udhtimi, gruaja me cikël, lahone e kështu me radhë, ose gruaja shtatzane nuk e agjeron Ramazanin, obligohet me e kompenzu me agjerim.
Përveç në rrethana të veçanta kur pastaj kalohet tek shpagimi. Në rastin tënd nuk kalohet tek shpagimi. Në rastin tënd duhet me kalu tek kompenzimi. Nuk e kompenzon një ditë pa agjëruar, tash me një ditë të agjëruar. Dhe koha e kompenzimit nuk është menjëherë mas Ramazanit. Deri në Ramazan në arshëm ki kohë. Një vjet gati ki kohë me kompenzu. Nëse do të na ruaj tash, na jemi gjithë bitë dekës që thonë, vdes mrena kohës kur ke pas hapësirë me kompenzu, tek Allah nuk i përgjësi. Për shkak se nuk e ke nxjerr kompenzimin jashtë kohë, ka qenë mrena kohë. Por që kjo frikë nuk ka nevojë të jetë prezente. Ka vonesën të folur dhe mjeku ka propozuar, domethënë, një test gjenetik për me shiku pak më thellë problemin dhe shpresat në të folur. Dhe pyetja ishte se mos o pak kjo teprim në diagnostifikim dhe a bie ndesh me për shembull caktimin e Zotit. Jo, nuk bie ndesh. Unë nuk e di, domthonë, ka aspekti profesional, nga se nuk jam mjek, nuk e di rëndësinë e këtij testi gjenetik në raport me vonesën të folur. Nuk e di. Por nëse mjekët vlerësojnë se mund të jetë i dobishëm dhe mund të jetë i rëndësishëm për pastaj trajtimin e më të tjeshëm të fëmijët, mendoj që nuk ka diçka të keqe edhe këtë me provu. Ne i ndërmarrim masat e duhura, ne punojmë sipas asaj që ne hapet mundësia dhe ka thonë Zoti, dhe pastaj në Allahun mbështetemi dhe jemi të kënaqur dhe të pajtuar me caktimin e Allahut mëndor. Kjo më rëndësi. Zemra dhe pastrimi i saj në dritën e mesazheve kuranore ishte tema e trajtuar në emisionin Thellësitë e Kuranit me Hoxhën Osman Bekteshi, ndërsa sinqeriteti ishte temë diskutimi në emisionin Kopshti i Devotshmërisë, ku Ilira Demi dhe Hoxh Ledio Muka folën për rëndësinë e këtij vërteti në raportin e njeriut me Zotin dhe me krijesat. Allahu i madhërisëm fokusin kryesor e vë tek zemra dhe jo tek mendja, duke thënë afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. A nuk po udhtojnë ata, a nuk kanë udhtuar në tokë që të kenë zemra me të cilat kuptojnë. Por nuk ka thënë që të kenë mendje me të cilat kuptojnë, por që të kenë zemra me të cilat kuptojnë, sepse burimi i vlerave, i përthithjes së tyre, i avancimit të tyre është zemra. Në anën tjetër thotë فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. Nuk janë sytë ato që verbohen, por ato që realisht verbohen janë zemrat në krahëror. Pra çdo herë e vë fokusin dhe vëmendjen kryesore tek zemra, sepse ajo është qendra e të gjitha vlerave. Në anën tjetër është edhe qendra e sëmurjes. Përpara së gjithash, Allahu i madhërisëm tregon se burimi i qetësisë së njeriu është zemra. Prandaj thot Allahu huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah është ai i cili e zbret qetësinë e tij në zemrat e besimtarëve. Nuk thot në mendjen e tij, nuk thot në diturinë e tij, në pamjen e tij, por thot në zemrën e tij, sepse nga brendia fillon qetësia. Jo më kot Allahu i përmend dy elemente bazë, pra pasurimin material dhe shtimin familjar, sepse pas këtyre dy elementeve ngarendin gjithë. Pra nëse është diçka që njerëzit kanë prirje për të mburrur edhe për ngarendur pas tyre, është pikërisht pasurimi material dhe shtimi familjar. Dhe Allahu tregon për arsye se njeriu, duke qenë se duhet ta ketë parasysh dhe synim kryesor shëndetshmërinë e zemrës, në raport me këto dy gjëra që janë të rëndësishme në jetë, por edhe që din të jenë shumë efektive dhe ndikuese në jetë, ne duhet të harrojmë shëndetshmërinë e zemrës, sepse fokusi duhet të jetë tek krijuesi edhe i familjes edhe i pasurisë. Prandaj ai që di të ruajë raportin me Allahun e Madhërisëm para sa të jetojë në jetën e kësaj bote, realisht e ka ruajtur shëndetshmërinë e zemrës së tij. Dhe kjo ajo që do t'i bëjë dobi më shumti në ditën e gjykimit. Faza e tretë është faza e ngurtësimit. Nga normalizimi kalon në ngurtësim. Fillon dhe i ngurtësohet zemra për shkak të gabimit të shpesh që është bë, dhe mos reflektimit. Për shkak mos reflektimit, fillon dhe i ngurtësohet zemra. Sot Allahu në Kur'an
fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Mirë për ato zemra që janë ngurcu e nuk e përmendin Allahun. Pra një prej shkaqeve që e pengon përmendjen e Allahut dhe aplikimin e fesë në përgjithësi është ngurtësimi i zemrës. Dhe këtë fund është faza e rrësimit, e vulosjes. Khatem Allahu ala qulubihim. Kjo është faza e fundit ku rrësohet krejtësisht. Dhe këtë e ka zbërthyer shumë bukur pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam, thotë zemrat janë për herë të ekspozuara para fitneve, para sprovave. Dhe në qoftë se zemra i përthith ato sprova, bën mëkate, atëherë ajo e rrësohet. Te pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e këshilloi këtë sahabit të nderuar Sa'ad ibn al-Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, i tha se edhe kafshatën e bukës dhe çdo gjë të cilën ti e shpenzon për familjen tënde, mundesh që ti të marrësh shpërblim tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo ndodh në momentin kur njeriu e jep atë për hatër të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe e jep me një sinqeritet të madh tek Zoti i gjithësisë. Ky hadith është një prej haditheve i cili neve na tregon se sinqeriteti është vepra më e dashur për Allahun subhanahu wa ta'ala. Njeriu nuk ka, Zoti i gjithësisë nuk kërkon nga njeriu që njeriu t'i japi shumë, mirë po Zoti kërkon nga njeriu sinqeritet. Atë çfarë njeriu po të themi e jep për interesat e tij, për të ruajtur familjen e tij, për të ushqyer familjen e tij, për të qenë i dashur tek familja e tij, për të qenë njeri bujar tek familja e tij, që është gjëja më e çmuar për të, njeriu mundet që të marrë një shpërblim të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Njeriu duhet që gjithmonë të ketë në hatër Allahun subhanahu wa taala. Ne, si musliman, Allahu xhalla xhelalu na ka dhënë disa parime shumë madhore, shumë hynore, shumë edukative në Kur'anin famëlar, të cilët neve na kthejnë në origjinë dhe na kthejnë gjithmonë që ne të kujtojmë Allahun xhalla xhelalu në çdo vepër tonën. Për sinqeritetin Allahu subhanahu wa taala neve na ka folur tek surja Bejine, ku thot: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din." Dhe ato nuk janë urdhëruar vetëm që ato të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala duke qenë të sinqert. Dhe sinqeriteti, siç e thamë edhe pak më parë, është rruga e vetme me të cilën njeriu do të arrijë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe që të jetë edhe i mirë tek familja e tij, që të fitojë edhe dashurinë e familjes së tij, por edhe dashurinë e njerëzve të cilët e rrethojnë, në momentin kur ai e bën diçka për hatër të Zotit, Zoti i gjithësisë do t'i japi atij çfarë, do t'i japi dashuri edhe në zemrat e krijesave të tij. Imam Nawawi rahimahullah thot: "Yudriku al-insanu bi niyyatihi ma la yudriku bi 'amalihi." Njeriu arrin me sinqeritetin e tij atë çfarë nuk e arrin me veprën e tij. Dhe çfarë tregon kjo? Njeriu i cili është i sinqert e vepron një vepër, mund të jemi të gjithë në saf në namaz apo jo. Mirë po të gjithë ne kemi shpërblime të ndryshme. Pse? Sepse sinqeriteti e çon dikë që ta kryejë në formën më të mirë. Mund të jetë një njeri i cili del në rrugë dhe mund të ketë një shpërblim shumë të madh tek Zoti. Pse? Sinqeriteti atë e çon që ai të buzëqeshë njerëzve. Figura e Aliut radiallahu anhu si prijes dhe udhëheqës u trajtua në emisionin Këta ishin shokët e profetit, ku Hoxh Bajram Karabek tregoi se si ky sahab u bë prijes i muslimanëve pas vdekjes së Uthmanit radiallahu anhu. E në anën tjetër, arsyet e anulimit të kontratës u trajtua në emisionin Fiton Dershëm me Hoxhën Rasim Haxha, duke u sqaruar rrethanat dhe kushtet që e bëjnë të vlefshme prishjen e kontratës. Pas vrasjes së Uthmanit radhiyallahu anhu, njerëzit e kuptuan se sprova e madhe që i goditi ata, ke vrasja një shokut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe atentati i kryer në shtëpinë e tij dhe vrasja e tij në mënyrë makabre. Pastaj sahabët e kuptuan se kjo çështje duhet që të zgjidhet përmes
një udhëheqësi, e ju secilit mundohet që të marrë hak dhe ta mbrojtë të drejtën e khalifës së vrarë Uthmanit radhiyallahu anhu. Dhe u drejtuan Talha dhe Zubejri dhe të tjerët nga sahabët tek shtëpia e Aliut radhiyallahu anhu dhe i thanë: o Ali, ti je më meritori që të bëhesh khalifi muslimanëve, udhëheqësi muslimanëve. Aliu radhiyallahu anhu fillimisht hezitoi dhe i tha Talhës apo dhe Zubejrit që ju jeni shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju merreni këtë udhëheqësi sepse dinte që në këto rrethana të jashtëzakonshme dhe në këtu ku fitnesh, ai që ka më marrë udhëheqësinë ka më ballafaqu direkt me probleme, nuk ka më pas një farforme ditë të rahatshme. Por ata insistuan dhe i thanë: nuk ka në mesin tonë më të mirë se sa te, më ditur se sa te, më të afërt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në prejardhje se sa te. Por çështja e afërsisë në prejardhje nuk ish element, po ish vlerë. Sepse elementi ke që Aliu radhiyallahu anhu ka qenë më i dituri dhe më i vlefshmi në mesin e tyre, pasi që shkuan tre para arsit e tij Abu Bekri, Omeri, Uthmani radhiyallahu anhum, shkuan tek Allahu azza wa jall dhe në jetën e amshueshme të ahiretit. Atëherë Aliu radhiyallahu anhu thotë, atëherë në xhamit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkojmë dhe aty muslimanë vinë dhe ma japin besatimin dhe ndodh ashtu që shkon Aliu radhiyallahu anhu në xhami dhe muslimanët japin besatimin dhe zgjedhet si khalifi muslimanëve. Dhe kjo tregon faktin që Aliu radhiyallahu anhu nuk ka pas specifik e as nuk ka qenë asnjëherë i emëruar e as sinjalizim për të ska pas që të jetë khalife pas Muhamedit alayhis salam apo pas Abu Bekrit dhe Omerit apo edhe të Uthmanit. Sepse për zgjedhja e tij ka qenë nga vullneti i lirë i sahabëve duke pa meritin e tij. Ndërsa ata që pretendojnë se Aliu radhiyallahu anhu ka qenë i emëruar nga ana e pejgamberit si khalife, por që Abu Bekri apo Omeri apo Uthmani ja kanë marrë të drejtën e udhëheqësisë atij në mënyrë të padrejtë derisa ka ardhur radha e tij, kjo është një shpifje dhe një gënjeshtër, sepse pejgamberi alayhis salam lere më për Aliun, po as për Abu Bekrin nuk ka përmend në mënyrë decisive, tekstualisht ka thonë që ai ka më qenë khalife i muslimanëve. Blersi i jep mundësi shitësit, pronarit të mallit, i thot po e bleqet mallit. Mirë, po ty nëse do këtë që je mashtru ose je gut ose je ke shitun, ta ktheja vetë, s'është problem. 3 ditë. Edhe do të thonë, çati që i jepet mundësia për me zgjedh, i jepet që mundësia zgjedhës, domthonjë çaja ka në dorë me vazhdu, me përfundu pazarin, përfundimisht me dhënë formë përfundimtare ose me anulu ato. Mirë, shumë prej dietarëve e kushtozojnë që kjo kohë e provimit të mallit me qenë e kufizuar. Madje disa prej dietarëve kanë 30 vjeç. Sepse është përmendur në disa hadithe kjo 3 ditë. Mirë, 3 ditë është që për 3 ditë kanë thënë se shumica e produkteve që blehen e mallit që blehen për 3 ditë mirë të vesh se çka është ç'është, apo duhet as po duhet, a është ç'është ka thënë ose ç'është ka thënë. Mirë, po nëse i kërkon afat më gjatë, në javë për shembull, thotë merr provoj mallin në javë, ose merr mojën në javë, ose 2 javë, ose 10 ditë. Mirë, përderisa është periudhë e caktuar, atëherë shumë prej dietarëve, fuqahave islam e lejojnë. Çka i bën? Kjo do të thonë khiyar al-aib është zgjedhja e personit i cili ka ble mallin për mall të shëndosh edhe të mirë dhe i ka dalë me defekt. E kjo e ka mundësi me zgjedh. Apo don me vazhdu kontratën, me kry pazarin, me dhënë formë përfundimtare, apo don me anulu. Mirë, nëse don me anulu, anular. Mirë, nëse don me vazhdu, atëherë ky ka 2 opsione gjithashtu. E para me vazhdu çështë që është. Mirë. Pas të ka me defekt, po kry hajde po e llogarisim që u kry ky pazar dhe pa e mshilim këtë punë. Mirë, kjo është mundësia e parë. Mundësia e dytë, me thon po e krym këtë pazar, mirë, po me kusht që me kompenzu defektin. Ose që kjo pjesë që është me defekt, nëse malli është i përbën për disa pjesëve, që kjo pjesë që është me defekt me apruni një pjesë, do më thënë një pjesë tjetër, ose një mall tjetër në ventina, për ndryshe me ma kompenzu defektin edhe damin që është bë këtu. Kanë përmend dietarët kafshët përpara kur i kanë shit, që i kanë blej për qumsht, kanë ndodhur që 2-3 ditë nuk i kanë mielë hiç. Që ato mu duk që janë më të fryta, që kanë qumsht më shumë. Edhe ai e merr një ditë 2-3
e mirë. 2-3 ditë e para, i nxjerr sasi të mëdha qumshit për arsye se nuk është nxjerr qumshi që 2-3 ditë mirë. Pastaj fillon me u kthy normalitetit dhe sheh që ka qumsh shumë pak. Ky domon e ka blej lopën për qumsht, edhe për një sasi të caktuar që janë marrë vesh me shitsin, edhe pas 3 ditë del që nuk është qysh është përshkru as për çka e kanë bë pazarin. Ky tash e kthen, pse e kthen? Për arsye se ka ndodhur ndryshimi që është zvoglu ose qoftë në vlerë, qoftë në sasi, qoftë në numër, malli. Edhe normal që e kthen. Mirë, por në këtë rast çka bën? Këtë rast e kthen lopën ose e kthen delën që nuk i ka dalë, nuk i jep qumsht. S'qash sa e kanë bë pazarin dhe për këto pejgamberi alayhis salam ka përmendur hadith që ja jep edhe një sa me hurma. Domethënë një kufe, saja që ka qenë, ajo forma e kofës, që u shquajt sa me hurma për shkak si kompenzim qumshtit të cilën ka përfituar prej lopës që e ka marrë. Vazhdojmë tutje në emisionin Familja me Enklit Pelarin dhe Hoxhën Ahmed Kalaja, të cilët sollën një përmbledhje të temave të trajtuara deri më tani në këtë emision. Ndërsa në emisionin Gratë në kohën e pejgamberit, Ilir Ademi dhe Hoxh Ferit Piku trajtuan figurën e nënës së Enesit, duke vënë në parë rolin e saj të rëndësishëm në edukimin e hershëm islam dhe përkushtimin që ajo tregoi në formimin e brezit të parë të besimtarëve. Jo më kot pejgamberi sa më tha, çdo njeri për jush ka përgjegjësinë mbi familjen e tij. Burri ka përgjegjësinë e tij, gruaja bashkëshorte ka përgjegjësinë e saj, çdo antar i familjes ka përgjegjësi. Për këtë arsye dhe Kurani thau që keni besuar runi vetët tuaja dhe familjet tuaja nga zjarri i xhenemit. Thot Zoti për shembull për Ismailin alayhis salam, kanë yamuru ahlehu bis salati. Ai urdhëronte njerëzit, familjarët e tij që të falin namazin. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. Thot Zoti Muhammed alayhis salam, urdhëroi familjarët që të falin namaz dhe mos u ndaj kësaj gjëje, pra rrin kokë, domethënë me kuptimin mos u tërheq derisa të fillojnë namazin, derisa të jenë të rregullt me namazin. Kështu që Islami, domethënë e ka parë këtë gjë, domethënë si një nga sfidat që do të përjetonte njerëzimi dhe vjen pikërisht Islami me mësimet e veta që familja duhet të jetë, familja duhet konsolidohet, familja duhet të jetë prezente, përndryshe, domethënë kemi daljen e individit nga kontrolli ose shpërfytyrimin e tij. Palët duhet dinë se çfarë të drejtash gëzojnë dhe çfarë detyrimesh kanë. Për këtë arsye Islami thotë të drejtat e bashkëshortit dhe detyrat e bashkëshortit, të drejtat e bashkëshortës dhe detyrat e bashkëshortes, të drejtat reciproke, detyrimet reciproke. Pra nuk, si çdo, a themi që është një shoqëri aksionere, shpirtënore, etj. Por duhet dim unë si ortak kush janë ato benefitet dhe kush janë drejtat e tyre në njëjta gjë. Për këtë arsye domethënë Islam i është vënë pika mbi kësaj gjëje në hutben e lamtumirës. Pra, keni parasysh, burri 1 2 3 4, gruaja 1 2 3 4. Pastaj tha atë formulën e përgjithshme, më i miri në mesin tuaj është që është më i miri me bashkëshorten e tij. Kam pyet një herë, kanë parë Imam Ahmedin rahimahullahu taala që kur i ka vdek bashkëshortja ka qarë dhe kanë pyet si e ke kaluar me të. Ka thonë, domethënë ka thotë kam qenë i martuar me të kaq vite, përmend shifrën, thotë dhe nuk ka ndodhur mes nesh thotë asnjëherë asnjë zëng. I thot ai po si arritet, domethënë, sepse është e pamundur. Thot, dëgjoj, kur më shifte mua ajo të mërzitur, mundoha ajo ta zbuste situatën edhe të mbledhatonte derisa të mikte mërzia. Dhe nëse e shihja unë atë të mërzitur, bëja unë rolin e zbutësit situatës, domethënë të rregullimit të ambientit e kështu me radhë. Pra duhet patjetër të jetojmë në këtë lloj forme. Pa dikush duhet sakrifikoj për të mirën e përgjithshme. Tha ishte koha kur kishte ardhur profeti Muhammed alayhis salam në Medinë dhe çdo kush mundohej t'i dhuronte diçka, t'i çonte një dhuratë profetit sallallahu alaihi wasallam, dikush i ofronte shtëpinë, dikush i ofronte një pjesë pasurisë, dikush i çonte një dhuratë, dikush i çonte një ushqim. Kjo s'kishte gjë tjetër.
por çoi gjën më të shtrenjtë që kishte, djalin e saj, dhe lum për atë nënë e cila gjën më të shtrenjtë të saj ja jep njeriu më të shtrenjtë. Shkoi me djalin e vogël për dorë dhe i tha: "Ja Rasulullah, nuk kam në këtë botë tjetër përveç këtij djali, kësaj fëmie, por dua që ai të të shërbej ty, ti të shërbëtori yt." Imagjino, thash, e përmendë ti, vakufi më i madh që ajo ka lënë për jetën e saj dhe për të ardhmen e saj, që djali i saj vetëm Enes ibn Malik i ka shërbyer 10 vjet profetit sallallahu alaihi wasallam. A ka shërbim më të madh, a ka kontribut më të madh, a ka kënaqësi më të madhe për një nën, për një prind, kur fëmia i vet rritet me njeriu më të mirë, i shërben njeriu më të mirë. Kjo tregon pikërisht edhe rolin e madh që kanë patur nënat në rritjen dhe në edukimin e këtyre personalitetet të mëdha. Po të gjërmojmë nga pas personazhet kryesore, dietarët, liderit, komandantët e mëdhenj, është e sigurt se do të gjejmë që rolin vendimtar në jetën e tyre kanë patur nënat. Kjo është mësim për të gjitha nënat e sotme, që roli juaj është i pazëvendësueshëm. Patjetër që roli i babait është i domosdoshëm, por ajo që e thyen në mes gjën është kur nëna heq dorë, kur nëna braktis misionin e saj, qoftë në aspektin e dashurisë, qoftë në aspektin e edukimit, qoftë në aspektin, dhe Rumejsa bëri atë që është gjëja thash më e madhe për të në këtë botë dhe në botën tjetër. Çoi, i tha profetit sallallahu alajhi wasallam, kjo është gjëja më e shtrenjtë që kam, ky fëmijë nuk kam tjetër përveç këtij në këtë botë, dua që të jetë shërbëtori yt. Madje në momentet më delikate në betejën e Uhudit, ajo që ka mbrojtur fizikisht profetin sallallahu alajhi wasallam është grua. Ajo me gjithë me bashortin e saj, me djemtë e saj, u bën mburoja fizike e trupit profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe nëna Enes ibn Malik ka marrë pjesë në betejat të tilla, fizikisht merrte pjesë, dhe në momentet e caktuara ishte edhe armatosur, përveç këtyre detyrave që përmenda, që ishin detyrat shoqëruese. Madje në betejën e Hunenit transmetohet që ajo kishte vendosur në brezin e saj një kam të madhe, një thik, po them një shpat të madhe, dhe kur e pa profeti alayhis salam buzëqeshë dhe i tha: "Çfarë është ajo?" O Musulejm, tha: "Kjo është shpat, kjo është kam, ja Rasulullah. Në moment që shoh veten time në rrezik, kur të më afrohen, të paktën mos vendosin dorë mbi mua, të jam unë ajo që i godas." Kjo për të treguar se sa të lirshme ishin, se sa aktive që ishin, se sa nuk ishin gra të rritura në inkubator, nuk ishin gra që nuk kishin parë dritën e diellit, nuk ishin gra që mundoheshin thjesht të ruajnë konceptin e nderit të tyre, ata ishin shumë aktive. Kujdesi gjatë bërjes së një vepre të mirë dhe ruajtja nga gabimet u trajtua në emisionin e Thëna e pa thënë, ku Hoxha Ekrem Avdiu u ndalte mënyra se si bamirësia duhet të realizohet me sinqeritet dhe maturi, pa e cënuar vlerën e saj shpirtërore. Derisa Hoxha Bleri Musliu në emisionin Më ka mësuar Islami u ndalte nëna si arkitekte e brezave, duke theksuar ndikimin e saj themelor në edukimin si vlerë e ndërtimit të shoqërisë. I kemi një hadith interesant shumë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin qëndron një paralajmërim goxha i frekshëm për ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të parët me të cilët do të ndizet zjarri i xhehenemit janë 3 persona. Edhe i përmend ata 3 persona sikur të na thuhin neve, hajt kush ta mërmendja mundet me qenë. Ja kështu më thonë, ose ndonjë kriminal, ose ndonjë vrasës, ose vrasës serek, ose ndonjë despot. Gjithçka na e kish marrë mendja, po s'na e kish marrë mendja që ata 3 persona me të cilët do të ndizet zjarri i xhehenemit janë 3 persona që kanë bërë vepra të cilat janë vepra të mira, vepra të lakmueshme, të admirueshme, vepra të cilat i bojmë edhe unë edhe ti dhe shpresojmë që me to me shku në xhenet. Mirë po ja që dikush fatkeqësisht me të njëjtat vepra po përfundoi kanë xhenem. Ja ato vepra janë leximi, edhe marrja me dije, dhënia, që është për gjanave të mira shumë, edhe lufta. Të trija këto vepra sublime, vepra me vlerë. Apo shehllëku. Po.
Po problemi i këtyre veprave qëndron te fakti se u mungon niyeti. Derisa Islami në përgjithësi i ka dhënë kaq shumë vlerë synimit, kullimit të niyetit, pastrimit të niyetit edhe të synimit. S'ka mundësi tash kaq shumë vlerë me pas edhe në fund ku është logjika, valla unë me rëndësi e kam zemrën e pastërt, synimin e kam të pastërt, njetin e kam të mirë, tash çka po bëj nuk është me rëndësi, jo tamam puna. Ajo më rëndësishmja me u mermetu, me u rregullu, me kështu me radhë, ajo pjesa tjetër formale që duket, ajo pastaj me qenë e keqe, s'ban, zero tolerancë ka për këtë. Pra, nëse forma nuk është e duhur, mund të prishet edhe ajo që ka qëllimin e mirë. Sikur se e dim, Bojar, parimisht në Islam dy kushte do të plotësohen për të pranuar një vepër. Edhe synimi do të jetë i pastërt, po edhe forma do të jetë e qelluar. Pra, ihsanin që e aplikojmë në ibadetin tonë, do të aplikojmë edhe në tregtinë tonë, edhe në zanatin tonë, edhe në relacionin tonë, edhe në lidhjet shoqërore, pra jo vetëm ato biznesore ose tregtare, po edhe në fqinësi, edhe në familje, në farefis, edhe në rrugë kur eci, vetëm në qofsha, e s'është në pa kërkosh, mos e gjujni mbetorin në rrugë, sillu njëjtë sikur me konë krejt dunjaja të pa. Pse? Allah është të pa. Mos u bëni pasjellshëm. Andaj një ekuilibër në mes asaj që njerëzit e keq kuptojnë si fetarin, kuptimin e ngushtë. Fetari me shku në xhami, e jashtë xhamis s'ka nevojë për fetari, pra një ekuilibër në mes ibadetit në kuptimin e ngushtë, mirësjelljes, korrektësisë, besnikërisë, është pikërisht ajo që jetën e muslimanit e bën me vlerë edhe veprat e tij mbase edhe i bën të jenë të gjitha në rregull tek Allahu fuqiplot. Sa të lumtur duhet të jenë besimtarët, të cilët Allahu subhanahu wa taala me rahmetin dhe mëshirën e tij i ka kursy nga humbja e energjisë në gjërat e kota, në gjërat pa rëndësishme, në gjërat pa vlera, në gjëra për të cilat njeriu nesër do të pyetet fuqishëm e duhet të jap llogari në detale për të gjitha ata që e ka bën. Sa duhet të jetë njeriu besimtar falendrues ndaj Zotit që ja ka mundsuar të rreshtohet në rreshtat e atyre të cilët historia do t'i vlerësoj e do t'i çmoj për angazhimin dhe punën e tyre, edhe nëse për momentin e tërë ajo nuk mund të jetë e vlerësuar dhe nuk mund të jetë e dëshiruar nga shumë njerëz. Nëna mbetet njeriu më i rëndësishëm për secilin njeri në jetën e kësaj bote. Andaj, nëse të flasim për edukim, do të flasim për nënën. Nëse flasim për krenari, do të flasim për nënën. Nëse flasim për përgjegjësi, flasim për nënën. Nëse flasim për dëmshuri, flasim për nënën. Por nëse flasim për dobit e ummetit, edhe të gjeneratave, edhe të civilizimeve, është e patë e kalueshme, përveç se duhet të flasim për nënën. Andaj, kur dihet ky rol dhe kjo përgjegjësi dhe njëkohësisht edhe kjo krenari që e bart në vetvete emri nën, mund të shohim pastaj se sa kemi nevojë për mësimet e fesë, të udhëzimeve, të dritës hynore, që t'i vlerësojmë gjërat në bazë të asaj që Allahu subhanahu wa taala i ka vlerësuar. Nga se nëna është ajo tek e cila njeriu sheh botën. Nga ajo mëson dhe nga ajo do t'i merr frymëzimet e para, orientimet e para, drejtimet e para, mbi të cilat pastaj pothuajse do të vazhdoj e tërë jeta. Kur kien parasysh kjo pozitë që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë, është sigurisht për shkak se tek nëna besimtari e gjen adresën e parë
të njohjes së Allahut subhanahu wa taala. Tek nëna, besimtari e gjen adresën e parë të njohjes së Allahut subhanahu wa taala. Andaj Ibn Qayyim thot se të parët tanë, pa gjëratat e hershme ishin ata të cilët na thanë dhe na mësuan se edukimi dhe formimi i fëmisë në fillet e para të jetës është përcaktues për rrugtimin e tij. Andaj thot ai, kush e neglizhon edukimin e fëmijëve në masat e para, kur ai bëhet që të merr informacione e të edukohet dhe të formsohet, thot le ta di se ai ka bë padrejtësinë më të madhe. Që i bie ajo që njeriu e ka marrë nga nëna si adresa e parë, nga e cila njeriu frymëzohet, orientohet, mësohet dhe edukohet, është diçka që njeriu asnjëherë nuk ka mundësi që ta kthej. Në emisionin Këndi i diskutimit, i ftuar ishte sociologu Jahir Sumiqi, ku trajtuam temën e familjes dhe rikthimit të lidhjeve gjatë pushimeve, duke theksuar rëndësinë e kohës së përbashkët si mundësi për forcimin e raporteve familjare dhe afërsisë shoqërore. Kurse përfundimi i jetës së Sulejmanit a.s. u trajtua në emisionin Popujt e Kuranit, ku Hoxh Muhammed Dërmaku ndalte mesazhet dhe mësimet që burojnë nga fundi i jetës së tij, duke theksuar fuqinë, përulësinë dhe realitetin e kalueshmërisë së kësaj bote. Antarët familjes të ketë takime, të ketë kultivim të kësaj ndjenjes dashurisë. Ne gjatë verës, aja çfarë ne më së shumë të i gëzojmë është ardhja e mërgjimtarëve, për çfarë po e trajtojmë si temë më bash, pastaj po ndërlidhemi edhe me tema edhe në tema të tjera. Sigurisht që kjo duhet të jetë një fillim ku empatia dhe solidariteti familjar të jetë të rritet në nivelet sa më të mëdha. Sot e kemi teknologjinë, takimet janë shumë më të lehta. Mirë po, çdo herë tek ne mungon iniciativa. Pra le të jetë kjo verë, le të jetë ardhja e mërgjimtarëve si një iniciativë që takimet, bashkëbisedimet, dialogjet, takimet qoftë edhe virtuale përmes kanaleve të rrjeteve sociale të teknologjisë, të jetë fillimi i një projekti të madh në shoqëritë tona kosovare, ku takimet, ku dialogjet, ku bashkëbisedimet, ku zgjidhjet e problemeve që i kemi të bëjmë së bashku, të bëjmë bashkarisht. Sot bota nuk vuan nga mungesa e teknologjisë. Sot bota vuan nga mungesa e asaj që përmendëm e empatisë, nga mungesa e komunikimit. Pra, sot jemi në kulmin e teknologjisë, në kulmin e komunikimit, për fos në thojë në parantezë. Por mungon emocioni, mungon lidhja, mungon bashkëndjenja. Pra, si me thonë, në vend se teknologjinë ta shfrytëzojmë si një urë, ku hendeku mes njëri tjetrit të kalohet përmes saj, ne po shfrytëzojmë në të kundërtën. Pra, neve teknologjia nuk po arrin të na lidhë siç duhet. Për shkak se nëse komunikimi verbal zëvendësohet me komunikim virtual, me teknologji, me rrjete sociale, atëherë ndjenja e empatisë mungon. Kur ti pas nesër përballesh me një sfidë, ndjenja ime e empatisë kur ne kemi komunikuar ndoshta me vite vetëm përmes WhatsAppit ose Viberit, është zbehur. Vetmja alternative, vetmja mundësi që ne këtë dinamizmin 11 mujor ose 11 mujore gjysë, për shkak se shumica e njerëzve i kanë vetëm 2 javë për shemb në Kosovë sipas ligjeve të rregulluara, këtë dinamizmin e jetës 11 muaj gjysë të angazhimeve tona, të vrapimeve tona pas projekteve që i kemi, ta shfrytëzojmë tash në qershor ose me aktivitetet të përbashkëta, duke bashkëbiseduar me më të dashurit tonë, edhe ata
e kanë nevojën që ne të flasim, për shkak se edhe na e shohim, të gjithë kemi udhëtuar në vendet e perëndimit dhe shohim që izolimi shoqëror në perëndim është shumë i madh. Domethënë, sipas statistikave, për shembull në vendet skandinave, Suedi, Norvegji dhe Finland, më shumë se gjysma e shoqërisë vuajnë nga depresioni dhe stresi. Domethënë, statistika të konfirmuara nga Dhe ju konsideroni që është pikërisht për shkak të mungesës së kontakteve me njerëz, me të afërmit. Unë isha në vizitë zyrtare vitin e kaluar në Gjermani, mirë po kam edhe familjar atje. Domethënë, ne jemi mësuar në një shoqëri shumë një shoqëri të hapur, një shoqëri ku secili flet me secilin, ku secili e përshëndet me mirësjellje secilin. Sulejmani a.s. derisa ishte udhëheqës edhe i gjindëve dhe gjindët punonin punë për Sulejmanin a.s. Ishte një botë kuptim megjithatë që gjindët që janë krijesa të krijuara prej zjarrit, e ne jemi të krijuara prej dheut. Ato krijesa ekzistojnë, kanë trupa fizik, qarkullojnë, por ne nuk kemi mundësi që t'i shohim. Nuk preken me durë tona, nuk i shohim me sytë tanë, nuk i dëgjojmë zërat e tyre tjerë. Ishte krijuar bindja se edhe në kohën e Sulejmanit a.s. se ata eventualisht din gajbin, din të fshehtën. Allahu dënë dhe Sulejmanit a.s. kur i vjen momenti i vdekjes, i vjen në një pozit jashtëzakonisht interesante, që nuk do t'ishte e zakonte. A i vdes në këmbë, i mbështetur në shkopin e tij. Gjendët derisa po e shohin Sulejmanin a.s. në atë pozit, për disa ditë të tëra janë të bindur që Sulejmani po qëndron dhe po i monitoron këta duke bërë punë, dhe ata po i japin zor që të punojnë edhe më mirë dhe më shumë dhe t'ja mbushin syrin mbretit të tyre, udhëheqësit të tyre Sulejmanit a.s. se janë punëtor të devotshëm dhe të denjë. Aty e kuptuan gjendët, por që është më interesant, ja kuptuan edhe njerëzit që e kishin pa Sulejmanin a.s. në atë gjendje dhe nuk kishin kuptuar se kishte vdekur. Dhe ata vetë e pan dhe e kuptuan se hajde ne njerëzit se pas këm ditë se çfarë po ngjan me të, qysh nuk arritën gjendët ta dinë se ky tashmë kishte vdekur, por ata vazhdonin të punonin për të dhe të raportonin atij edhe pse ai nuk u fliste fare. Nga kjo, Allahu Gjelle Gjelaluhu na tregoj neve se si ishte ngjarja me popullin në kohën e Sulejmanit a.s. dhe në raport me gjendët për të na treguar neve edhe sot në Kur'an, për të na treguar në kuadër të popujve të Kur'anit se është edhe populli i gjendëve që ka ekzistuar edhe më herët, madje janë krijuar para neve si njerëz, kanë ekzistuar edhe në kohë të pejgamberëve, ka ekzistuar edhe magjia edhe në kohën pikërisht të Sulejmanit a.s. Ne duhet ta dimë se i besojmë këto krijesa, por nuk duhet t'i glorifikojmë sepse ata në fund nuk e morën vesh se Sulejmani që ishte aty afër, kishte vdekur. Allahu ju tregoi atyre që nuk dinë për gajbin. Falamma qadayna alayhi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi. Thot kur ne caktuam vdekjen është fjala për Sulejmanin a.s. ata nuk mund pati kush t'i informoj për vdekjen e tij pos dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi, krimbi u bë shkaktar që ti informoj për një krijesë shumë e pafuqishme, i cili hëngri shkopin e Sulejmanit a.s. Falamma kharra tabayyanat al-jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghayba ma labithu fi al-'adhab al-muhin. Thot kur e pan se urzua Sulejmani, gjendët e kuptuan se po të dinin ta vetë gajbin të msheftën, nuk do të qëndronin të tillë në dënim të nënçmues dhe përçmues. Vijojmë tani me temën e radhës nga emisioni Zemra mes sëmundjes dhe shërimit me Hoxhën Elbasan Xhani. Ai këtë javë foli për rreziqet e mendimit negativ
si sëmundje e zemrës. Në anën tjetër, pasuria e vërtet ishte tema e trajtuar në emisionin Fjala që udhëzon, ku Hoxh Gentian Maro ndalë te kuptimi i saj sipas perspektivës fetare, duke theksuar se vlera e pasurisë qëndron në dobinë dhe ndikimin e saj në jetën e njeriut dhe në vepra të mira. I keq. Si duhet trajtuar ai? Si duhet kuptuar? Për këtë arsye, ne do të sjellim disa prej fjalëve të dietarëve islam sa i përket definicionit të su'udhan ose mendimit të keq ose negativ që njeriu mund ta ketë dhe mund ta formojë në jetën e kësaj bote. E fatkeqësisht, pjesa dërmuese e njerëzve janë të prirur që të mendojnë keq për tjerët. Janë të prirur dhe janë të gëzuar që mendimin negativ ta vendosin para mendimit pozitiv, që paragjykimin ta vendosin para mendimit të mirë për të tjerët. Ky është nefsi njeriut që lakmon të nënçmoj të tjerët. Lakmon që të mos flas mirë për të tjerët. Lakmon që ti nënvlerësoj ata e jo ti lavdëroj ose ti lartësoj ata. Thot Imam Mawardi, njëri prej dietarëve dhe kolozëve të mëdhenj të islamit. Mendimi keq thot, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa wujuhikum. Allahu Azza wa Jall nuk shikon në fizionomit tuaj dhe në fytyrat tuaja, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Shikon në zemrat dhe gjithashtu edhe në veprat tuaja. Mendimi keq për Allahun Azza wa Jall është shkak i humbjes në prag të vdekjes. Për këtë arsye, fatkeqësisht një pjesë e madhe e njerëzve të lodhur nga streset e kësaj bote, nga sprovat e kësaj bote, në fund, para se ta dorëzojnë shpirtin para Allahut Azza wa Jall, dorëzohen. I mashtron shejtani. Dhe ata thonë me fjalët e tyre, nuk paska pas asgjë për i kësaj bote. Nuk paska pas rëndësi as praktikimi i islamit, e as japja e sadakas. Nuk paska pas dobi besimin Allahun Azza wa Jall. Dhe kështu ai tha innaha Safia. Tha kjo që me cilën unë po eci është Safia, gruaja ime, bashortja ime. Pra për ta larguar paragjykimin e atyre personave për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, kjo ngjarje na mëson që mos ta vendosim vetveten tonë situata të ndryshme të dyshimeve, pa nevojë dhe pa argumente. Dhe çdo njeri i cili e gjen dikë në gabim duhet të arsyetoj atë ose të kërkoj s'pako arsye. Siç edhe kanë thënë dietarët, gjeja vllaut tënd 7 vjet arsye. E në qoftë se nuk i gjen 7 vjet arsye, arsyen e 71 drejtoja gishtin vetvetes, sepse si kur ta kishin pyetur dhe e pyetën të dërguarin e Zotit alayhi salatu wasalam se cila është pasuria më e bereqetshme të cilën ne mund ta depozitojmë, pra ari apo argjendi në rastin konkret, ose cila është pasuria më me vlerë. Ndërsa profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili përgjigjet ashtu siç e vlerëson situatën, ashtu siç i takon situatës, çfarë thotë? Pasuria më e mirë është lisanun dhakir, wa qalbun shakir, wa mra'atun aw zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala dini. Pasuria e vërtetë dhe pasuria më e mirë është gjuha e cila përmend Allahun subhanahu wa ta'ala, zemra e cila është mirënjohëse dhe falënderuese ndaj mirësive të Allahut, dhe e treta pasuria të cilën ka vlerësuar si më e mira, një grua e ndershme, e mirë dhe besimtare, e cila e ndihmon në fen njeriu. Ndërsa profeti alayhi salam i drejtohet Muadhit radhiyallahu anhu se krahas zgjidh këtyre veprave të cilat i përmenda, thot ato tregoj për diçka të cilën nëse ti e komandon atë, do t'i sundosh të gjitha këto. I thash po, i dërguari i Allahut, thot, dhe kapi gjuhën e tij, dhe tha emsika alejka hadha, ruaje këto. I thash o i dërguari i Allahut, wa inna lamuakhadhuna bima natakallamu bihi, edhe për këtë do të merremi në llogari, pra
do të na merret kur i thon ndryshe për mirë ose për keq. I thot pejgamberi alayhi salatu wasalam të pas nëna Muadh, po çifut njerëzit tjetër në xhennet, posa saj që shkakton gjuha atyre. Të nderuarit e mi, gjuha kocka nuk ka, po kocka thyen. Si ta përdorësh, ashtu dhe ajo do të shkojë. Nëse do ta përdorësh për mirë, ajo do të përcjellë dhe mesazhe të mira në brendësinë tënde. Sa prej nesh e kanë mësuar gjuhën, ti mund të jesh në timonin nderuarim, mund të jesh duke vozitur makinën, mund të jesh domethënë në një mjet transporti, ndoshta jo duke vozitur ti vetë, dhe vren aty se koha do të kalojë. Si bërë dhikër, si s'bërë dhikër, si e shfrytëzove me diçka të mirë, si nuk e shfrytëzove me diçka të mirë. Por ato minuta dhe ato çaste të cilat ti qëndron aty, ose në pritje në një institucion apo kudo tjetër, nëse do ta nisësh me dhikër dhe ta shfrytëzosh me dhikër, dhe dhikrat janë pafund, domethënë. Ka përmendur pejgamberi alayhi salatu wasalam për vlerën e shumë prej tyre dhe mund zgjedhësh prej tyre çfarë dëshiron. Afdalu dhikri la ilaha illa Allah. Dhikri më i dashur domethënë tek Zoti dhe më me vlerë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam është dëshmia e tauhidit. La ilaha illa Allah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Kur flet pejgamberi alayhi salatu wasalam për vlerën e la haula wala quwata illa billah, çfarë thot? Se këto fjalë janë në një thesar në nënfronin arshin e Allahut subhanahu wa taala. Dashur miq, me këto dy përmbledhje arritëm në fund të takimit të sotëm të emisionit Kolazhi Javor. Faleminderit shumë që na ndoqët, mirëmbëjtje.